Mirë kemi ndjekur komunikimin për mediat të Lumir Abdigjikut në këto momente ku ka folur për krizën, për ngërçin politik të këtyre javëve mbas zgjedhjeve të përgjithshme në Kosovë. Duket se është evazive nëse do të ketë një bashkëpunim midis kryeministrit në detyrë Albin Kurtit edhe Lumir Abdigjikut pas ftesës që Kurti ka dërguar para 2 ditësh. Do të vijmë me tjera informacione, ndërkohë presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić është përfshirë në një incident të pazakon gjatë një vizite të shkurtër në Shtetet e Bashkuara, ku sipas raportimeve të disa mediave dhe dëshmive nga komuniteti serbo-amerikan, ai dyshohet se ka tentuar të marrë pjesë në një darkë donatorësh të kandidatit republikan për guvernator të Floridës Byron Donalds, duke përdorur një emër të rrem si Alex Vučić. Lajmi u bë publik nga Aleksandar Jovičić, antar i organizatës serbe për Trump 2024, i cili pretendon se Vučić është kapur në shkelje të protokolleve ligjore dhe është larguar nga mirësjellje nga autoritetet amerikane. Ngjarja kanë nxitur reagime të forta politike në Serbi. Lëvizja për ringjalljen e mbretërisë së Serbisë e cilësoi këtë ngjarje si një turp kombëtar dhe dëm të madh diplomatik e gjeopolitik. Kryetari i kësaj force politike, Vojislav Mihajlović, deklaroi për gazetën Dana se incidenti ka komprometuar imazhin e Serbisë dhe ka dëmtuar marrëdhëniet me komunitetin serb në SBA. Presidenti është kapur duke tentuar të hyjë në emër të rrem dhe është detyruar të largohet. Ky është një akt që na ka turpëruar para botës dhe ka krijuar tensionet panevojshme diplomatike, tha Mihajlović, duke shtuar se ngjarja ka thelluar mosbesimin ndaj leadershipit serb edhe në arenën ndërkombëtare.